Kur fillova përsëri dhe kur u interesova përsëri, normalisht ishte shumë e vështirë në fillim të futej edhe të kapje një libër me dorë, edhe të ulesh edhe të lexoje më shumë se sa 13 apo 15 faqe, duke i gogol që në fillim duke shumë e pamundur. Edhe ke arritur tani që është thjesht një pjesë e ditës leximi ose dëgjimi, unë konsumoj të dyja varet se ku jam, domethënë, ose audiobook ose kështu. Gjithsesi tani e kam vënë re që një pjesë shumë e madhe e të rinjve shqiptar nuk lexojnë. Edhe nuk lexojnë sepse nuk kanë libra ose nuk kanë lekë, thjesht nuk lexojnë sepse në qoftë se unë mendoja që do vinte një ditë që do ishte cool të lexoj libra apo se të ishe i mençur, në sytë e mi duket sikur ajo frika që kishim ne që të ishte nxënës i mirë të tallin, tani më është forcuar akoma më shumë. Tani je akoma më i keq, akoma më legend, akoma më budallar nëse lexon. Jam në panikun, jam